Si po të duket që po e menaxhojnë famën me që jemi të Kegli dhe Big Brother ban finalistët e këtij edicioni, po marrim ose jo finalistët. Po, ajo që po, Shumë gjesti, si të duket gjesti? Gjesti ku ta shikoj? Instagram. Instagram. Se po të themi për koncerte, okay, kam pasur. Po në diasporë. Që do të thot? Nuk është se ka pasur në Tiranë, pra. Edhe sikur të kishte, nuk është se shkoj aty gjithë. Po pra vetëm një kur doli. Nëse do të kishte atë lloj fame. Jo, realisht, çfarë tregon për një artist në moment që s'ke koncerte në Tiranë, që si e kërkuar nga tregu? Shikoj, nuk mendoj që ai s'është i kërkuar për në Tiranë, por mendoj që diaspora e paguan pak më shumë. Dhe ai ka treguar që është i dashuruar me paranë, si shumë njerëz tjerë. Dhe prandaj ka zgjedhur diasporën. Por unë mendoj që duke zgjedhur diasporën po i largohet publikut të Tiranë, Prishtinë, që do i duhet pak më gjatë, se diaspora njëherë na aq të merr. Po pra. Po Egli? Egli çfarë? Pamën. Si po e menaxhon? Po çfarë menaxhon, ka bëj këngë? Ka kënuar në shtëpi dush, edhe s'do shpiki piramida, s'do bëj piramida. Po ka një muaj. Nuk e di sa fiks mund të ketë që ka mbaru Bigu. Bigu mbaroi, po, një muaj më parë praktikisht. Një muaj, praktikisht. Domethënë më shumë se një muaj. Po, për më shumë se një muaj. Akoma më keq, ka për vetëm një këngë dhe nuk e ka kënduar në asnjë vend përveç se në shtëpi me publikun e saj familjar. 2 ditë ka që ka publikuar. Po ajo ka pas bërë këngë shumë të bukura. Dhe po mund ta ndiqte në pjesën e klubeve. Etj. Rozana. E di si unë mendoj që është futur shumë keq Instagramin loj. Që do të thotë? Reklama në Instagram. Kanë rritur çmimin atje dhe i kanë bërë pak për tac, mendoj unë. Sidomos artistët tanë. Okej.